Mbi 100 protestues janë mbledhur rreth orës 11:30 të kësaj të shtune në zonën e pyllit të hidrovorit në Akërni, pjesë e njësisë administrative Novosel. Protestuesit kanë kundërshtuar nisjen e investimeve në zonën e mbrojtur. Protestës së shoqërisë civile janë bashkuar dhe banorë dhe qytetarë të ardhur nga vende të ndryshme, të cilët kundërshtojnë investimin që sipas tyre po kryhet në pronat e banorëve, por dhe në një zonë të virgjër e cila ndër vite është shfrytëzuar si plazh nga shumë qytetarë. Nuk është vetëm e Vlorës këtu. Kjo është i gjithë shqiptarëve Shqipëri. Ky aeroport që po bëhet për gjithë shqiptarët. E është turpimat këto gjëra që po ndodhin. Nuk ndodhin këto. Ka marrë këtu hallet e mia, asut e mia prapë kam ikur andej, kam ecur me makina aty, ka paguar aty, kam ikur andej. Është turpimat. Turpimat këto që po ndodhin. Për te ne shohim kodat e Zvërnecit dhe në fakt që në atë pjesë ku është 7 km larg prej këtu ka filluar asfaltimi dhe shtrimi i një zone të mbrojtur. Gardi është vënë që në atë zonë. Pra ne flasim për një hapësirë nga Kumezi Shes Syri deri këtu ku jemi, e cila po bllokohet për zhvillim, po bllokohet për të ndërtuar rezidenca, po ndërtohen hotele, po ndërtohen rrugë, brenda një zone shumë ndjeshme mjedisore dhe zone të mbrojtur. Hiqet si një projekt turistik i vogël i cili nuk do ndikojë në mjedis, po në fakt ne kemi të bëjmë me një qytet të ri që ndërtohet brenda zonës mbrojtur. Dhe plani nuk mbaron këtu, por të gjithë planet që janë publikuar dhe janë shfaqur deri tani bëhet fjalë për shtrimin e projekteve deri në Gryk të Vjosës. Pra ky është fillimi i një shkatrimi total të zonës mbrojtur. Ne tashmë e dim që kjo është një zonë unike, vetdia është si nga ana e qytetarëve, si nga ana e institucioneve. Por nga ana tjetër nuk kemi ndërgjegjen që t'i mbrojmë këtë zona. Një zonë unike, cila ka habitatet më të rëndësishme natyrore, na jep shërbime të shumëllojshme si banorëve, por jo vetëm, edhe ne që vim nga Tirana, tashmë po zhduket në emër të zhvillimit, në emër të ndërtimit, shtëpia që do shiten dhe më pas nuk do ketë më akses për gjithë ne, dhe sigurisht nuk ka vend për jetën e egër, si fillim që kjo zonë e mbrojtur është pallur për ruajtjen e jetës së egër, për ruajtjen e peizazhit dhe për një zhvillim të ndryshëm të banorëve që jetojnë këtu në afërsi. Unë jam e rritur në Mifal edhe e lindur. Unë gjithë jetën plazhin këtu e mbaj mend ta kem bërë, gjithë jetën time. Flasim për një zonë, nëna ime është nga Zvërneci. Jam rritur në gjithë zonën, duke filluar nga Dalani, plazhi e deri në plazhin e hidrovorit. Kjo pjesë përfshin minimalisht 3 gjire të mrekullueshme për cilat të gjithë huajt për ato vinë. Për mrekullin që kanë, po t'i shihni, nuk e dja keni qenë ndonjëherë, apo personat që do ta ndjekin këtë video kanë qenë ndonjëherë, po mrekullia atyre brigjeve është pikërisht ajo që ata kërkojnë dhe duan të na e vjedhin. Nuk kam për t'u lënë. Unë personalisht nuk kam për t'u lënë. Të paktën nuk kam për t'u lënë kollaj edhe pa fjalë. Në një tabelë aty me detaje shumë të detajuara se kur fillojnë punimet, kur mbarojnë punimet, kush është investitori, çfarë do bëhet këtu. Për një mur apo për një dritare shtëpie kërkohet kjo gjë. Dhe këtu jemi ku janë rrethuar 600 hektar, ku ka filluar ndërtimi dhe shtrimi i rrugëve siç e keni parë ju dhe nuk ka as edhe një informacion. Nuk ka kush është investitori, çfarë do bëhet këtu, për çfarë qëllimi po bëhet gjithë kjo ndërhyrje. Sikur këtë ta kishte bërë, sikur një gard jeshil ta kishte bërë një banor i zonës, sot do ishte i kalbur në burg. Dhe kjo gjë po ndodh në mes të ditës dhe në sy të gjithëve, dhe nuk ka as edhe një transparencë publike. Ministri tha që po hapen ca rrugë për studime gjeologjike. Për studime gjeologjike në 600 hektar të shtrosh gjithë rrugë dhe të rrethosh gjithë të sipërfaqe, nuk ka njeri që e ha këtë. IKMT-ja e bëri shumë të qartë. Këtu nuk bëhet fjalë për studime gjeologjike. Këtu po ndërtohet një qytet i tërë, 10.000 dhoma të parashikuara. Dhe për ndryshem kosovar, po të ashtë po vlonjet. Edhe vje mirë se jemi mbledh këtu për me të reguet diçka shumë e rëndësi. Dëgjova shumë fjalime, edhe një gjatë do të me kuptu gjithë një këtu. Ndërtimet nuk ndalen. Zhvillimi një vendit bëhet me ndërtime.
Mi po jo kështu, jo këtë njërë, jo me beton. Edhe ne jemi ndërtu, sigur, këta zotnit këtu që kanë ardhë me ndërtu, mi po na ndërtojmë pa beton. Nuk jemi si ata uli! Nuk jemi si ata, jemi më të mirë! Do flasim, do përtasim këtu dhe kjo gjëja gjithë jetën! Që Amerikanën nuk janë tërheqë nga investimi i Salzani dhe Zornecit. Nuk janë ata pa janë oligarkë këta. Janë hajdutët lartë, që mbrojnë nga qeveria. Nuk janë Amerikanët. Nuk janë ata po të me njësë eci në maskën e ty që gjë janë Amerikanë. Jo, nuk janë. Janë hajdutët tanë. Është Shefket Karsati me shok. Ata janë hajdutët. Ata ka pa shërënjosi këtë tokë tu. Kjo tokë është mbrojtur me gjak dhe me gjak do mbrohet. Unë punoj prej 30 vjetësh në peshkim, u thash, në atë lagunë aty. Këtë lagunë rrezikojnë sot na i marrin, kemi 2 vjet që s'na rinovojnë kontratat e peshkimit. Arsyeja e këtij resorti gjigant që bëhet. Njëra arsye, arsyeja e dytë është ky plazh që ne mi rritur këtu kemi 1 jetë, po na i marrin. Dhe tjetra, atje në Portonov ku nga zënë kemi tokat, kanë tokat e nënës, e të dajove që janë thurur prap edhe pas një sinjalizim, pas një gjë. Pra, ky është shteti ynë i dashur, që na do shumë. Nën petkun e të gjithave publike janë bërë opozimet pa para. E njëjta që ka ndodhur me Decin e Roskovecit, me Anije Dudruse, me Riollin e shumë dëryre. Dhe sot, neve ndodhemi përballë një qeveriet pa përgjeshme, një kryeministri që po e përdor Shqipërinë sikur e ka tokën e trashëguar nga Ijati. Ndërkohë protesta është përshkallëzuar me hapjen me forcë të portës rrethuese, si dhe me shembjen e gardit të vendosur nga firma që ka nisur investimin. Për një qëllimi që di. Unë e bëj për fëmijët. Për fëmijët e bëj, nuk e bëj për veten time. Hape portën. Ti je privat ti. E pranishme dhe policia e cila fillimisht nuk ka lejuar hyrjen me forcë në zonën e rrethuar, por është gjendur e pafuqishme përballë protestuesve të cilët arritën të shemnin rrethimet e vendosura. Investimi në zonën e hidrovorit ka nisur prej ditësh mes shumë diskutimesh. Kjo për faktin se ende nuk është zbardhur plotësisht leja, ndonse Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit është shprehur më herët se subjekti është në procedurë leje ndërtimi. Hidrovori është pjesë e zonës së mbrojtur, ku fillimisht flitet për ndërtim në një sipërfaqe prej 600 hektarësh, ndërsa sipas burimeve pritet të ketë dhe resorte të tjera që do të ndërtohen në këtë zonë.